po marrin këshillat e fundit nga dirigjenti. 3 orë më vonë, Filharmonia e Kosovës do të luajë koncertin e parë për këtë vit. A do ta udhëheqë Gjirokastrit Bujar Llapaj, që ka ndjenjë të veçantë për këtë detyrë që është besuar. Unë ja kushtoj këtë koncert Kosovës, luftës saj për pavarësi, viktimave të lirisë. Në programin e kësaj nate janë parapartë të ekzekutohen veprat të kompozitorëve Sibelius, Mendelssohn e Beethoven. I rëndësishëm për këtë natë është edhe dueti Sokol Toto e Shkumbin Bajraktari, të cilët luajnë në klarinet. Për Toton, ky duet është hap i madh drejt bashkimit Kosovë-Shqipëri. Për mua është shumë e rëndësishme që luajmë një klarinetist kosovar dhe një klarinetist shqiptar, sepse unë do të ishte mesazh nga ana ime do të ishte që gjërat shkojnë drejt bashkimit edhe kur luajmë kështu japim sinjalet e para që po shkojmë drejt asaj rruge. E drejtuesi i orkestrës së madhe të Filharmonisë së Kosovës me padurim po pret edhe një ngjarje të madhe për këtë institucion. Në 2-3 ditët e ardhshme pritet edhe konkretizimi i donacionit japonez që disa vite që është duke u përgatit, pra ardhja fizike e kontejnerëve ngarkesës me 117 instrumente për Filharmoninë e Kosovës. 117 instrumentet që do të vinë sipas jasharit do të jenë motivim për instrumentistët e orkestrës më të madhe në vend, nga cila pritet lojë kualitative e bashkëpunime me dirigjentë të huaj e shqiptar.